Fronti Evropian u shpreh kundër propozim ndryshimeve në kodin zgjedhor. Deputeti Arina Ajdari theksoi se ndryshimet e propozuara janë të papranueshme pasi janë bërë në bazë të marrëveshjeve të brendshme politike. Ajo deklaroi se ndryshimet nuk duhet të kalojnë përmes procedurës së shkurtuar dhe kërkoi që të zhvillohet një debat i hapur ku të gjithë partitë politike të përfshihen për të arritur një konsensus të përbashkët. Është e papranueshme që ndryshime kaq të rëndësishme të bëhen si rezultat i vullnetit të një anshëm politik, duke pasur parasysh se zgjedhjet vëzhgohen nga OSBE ODIHR dhe zakonisht janë marrë parasysh rekomandimet e raportit të OSBE ODIHR-it, kur janë bërë të ndryshime të caktuara, por fatkeqësisht kësaj radhe propozim ndryshimet janë bërë në zyra të VMRO-s, së LSDM-s, duke mos implementuar me keqardhje themi asnjë rekomandim të raportit. Deputeti VMRO DPMNE-s Nikola Micevski thotë se nëse nuk ndryshohet ligji tani, listat e pavarura nuk mund të kandidojnë në zgjedhje për shkak të boshllëkut ligjor. Ai sqaron se janë vendosur kërkesa të ndryshme për mbledhjen e nënshkrimeve në varësi të madhësisë së komunave për të siguruar një proces më të drejtë dhe të balancuar. Da ova сега го направиме скалесто, односно да се даде фер шанса и да има разлика во сите општини. Односно општините до 10.000 гласачи да соберат 100 потписи, до 20.000 гласачи 200 потписи и се така скалесто до најголемите општини. Në tekstin e propozimit thuhet se ndryshimet e propozuara synojnë përmirësimin e procesit zgjedhor dhe garantimin e votës së lirë, të barabartë dhe demokratike duke u bazuar në rekomandimet e ODIHR-it. Paraprakisht edhe shoqata qytetare reaguan se kodi zgjedhor është bërë armë kundër të pavarurve. Ata theksuan se me propozim ligjin për ndryshim dhe plotësim, shkelet vendimi që e solli gjykata kushtetuese për heqje të ndryshimeve paraprake kundër kushtetuese të kodit zgjedhor, që Kuvendi ka sjellë në mars të vitit 2024. Sipas tyre, e njëjta ka ndodhur edhe me propozimet e tanishme.